Pasionet. Besoj një nga pasionet është kjo, domethënë më i madhi është Më i madhi, po. content creation, që ndodhi shumë natyralisht, po përpos kësaj mendoj që ajo që bëjmë çdo ditë Po, është çfarë zgjohem bësh? në mëngjes, shkoj patjetër te një klas ose spinning ose reformer, se e di që tani reformer edhe matcha janë shumë Po. trendi, po ka kohë që e bëj edhe e pëlqej pafund, dhe kur nuk e bëj më duket vetja sikur më mungon diçka, është normalisht më ndihmon për fizikun, sepse me një kështu journey shumë të çuditshëm me peshën gjithmonë, kam thënë jo mo dieta dhe du të haj aty që duan, kështu që shkoj në palestër për të qëndruar aty ku mendoj unë që jam Debora, edhe më ndihmon te kjo pjesa, por më ndihmon edhe te mendja shumë. Ato 45 minuta në mëngjes janë të Deborës dhe të askujt tjetër, nuk e hap as telefonin, kushdo që të mbi, në rast se është një gjë shumë urgjente, domethënë telefoni im në 6 am to 8 am është off, pak a shumë. Po 45 minutat e klasës është off, pra nuk preket, e le gjithmonë te ajo të boksi aty dhe nuk e marr kurrë me vete.